Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miqtë mi, ja ku po ritakohemi me letrën e radhës, një letër që në fakt do t'ju befasoj të gjithve, një letër që do t'ju emocionoj të gjithve dhe një letër që do t'ju lërë të gjithve pa fjalë. Këtë letër ma ka shkruar motra për nusen e vëllaut të vet, e cila në asnjë mënyrë nuk e lejon që kjo motër të shkon në derën e babait. Nuk e di nëse kjo letër do të bëj që ti të mendosh, nëse do të dhëmb ndonjë fjalë apo nëse do ta mbyllësh pasi të lexosh rreshtat e parë të kësaj letre. Por unë sot nuk po të shkruaj si një armike, nuk po të shkruaj për të poshtëruar, as për të marrë vëllan nga dora. Po të shkruaj si një motër që ka mbetur me një dhimbje në zemër dhe që nuk di se kujt t'ja tregoj këtë dhimbje të madhe. Po të shkruaj për një derë që dikur ishte e hapur për të gjithë ne, dhe ajo derë ishte dera e nënës sonë. Dera e gjës më të shtrenjtë që kemi. Ajo derë ku ne kemi hyrë pa trokitur, aty ku në të vërtet kemi qarë, kemi qeshur, kemi ngrënë bukën e saj, kemi fjetur kur kemi qenë të lodhur, dhe aty ku nëna na ka pritur me syt tek dera. Edhe kur në të vërtet jashtë ishte vërtet shumë ftohtë. Edhe kur ajo vet ishte goxha e lodhur. Sot unë e dashur nuse po të pyes vetëm një gjë. Pse duhet mua të më ndalohet të shkoj tek dera e nënës time? Çfarë unë ty në të vërtet të kam bërë? Dhe çfarë ty në të vërtet të ka bërë nëna ime? Çfarë krimi kemi bërë ne? Që një ditë ne të na thuhet se nuk mund të takohemi më si kur takoheshim dikur. Unë e di që ti je gruaja e vllaut tim, e di që ai në të vërtet ka zgjedhur që të ndërtoj jetën me ty, dhe unë në asnjë mënyrë nuk dua që ta prish martesën tuaj. Përkundrazi, dua që ju vërtet të jeni mirë. Dua që vëllau im realisht të jetë i lumtur. Por të lutem shumë, mos më kërko të zgjedh mes dashurisë për vëllain tim dhe dashurisë për nënën time. Sepse unë në asnjë mënyrë nuk mundem, nuk dua dhe nuk mundem. Nëna ime është pjesë e shpirtit tim. Edhe vëllau im është gjaku im. Ju të dy jeni familja ime, por askush nuk ka të drejtë të më kërkoj të fshi një pjesë të familjes time për t'i bërë vend një tjetreje. Ndoshta ti nuk e kupton se çfarë do të thotë për një vajzë të shohë nënën e saj të preste dera dhe ajo të mos të guxojë dot
që të hy. Ndoshta nuk e ke parë fytyrën time kur kthehem mbrapsht. Ndoshta nuk e ke dëgjuar zërin tim kur I them vetes mos qaj para tyre. Por unë qaj kur jam vetëm, qaj sepse mua më mungon nëna ime, qaj sepse më duket si kur dikush po më merr një të drejtë që në të vërtet nuk duhet që të ma marr askush. Të shkoj te nëna ime, të ulem pranë saj, t'i puth duart dhe t'i them një nënsie. Ka ditë kur mendoj se ndoshta nuk do të kuptosh kur se sa e rëndë është kjo gjë, sepse një nën nuk është thjesht një grua që jeton në një shtëpi, një nën nuk është ajo shtëpi, dhe kur ti na mbyll derën e asaj shtëpie, nuk po na mbyll vetëm një derë prej druri, por na mbyll një pjesë të zemrës tonë. Unë nuk po kërkoj në asnjë mënyrë që të më duash. Nuk po të kërkoj që të më quash motër. Nuk po të kërkoj që të jesh shoqja ime. Po të kërkoj vetëm respekt. Respekt për nënën e burrit tënd, respekt për motrën e burrit tënd. Respekt për një familje që ekzistonte para se ti të vije në jetën e vllaut tim, dhe një ditë ndoshta edhe ti do të bëhesh nën, ndoshta një ditë do të kesh një vajzë, dhe ndoshta ajo vajza do të martohet. Atëherë kur ajo të mos vi, do te dera jote sepse dikush ja ka mbyllur rrugën dhe do ta kuptosh këtë dhimbje që unë po përpiqem të ta shpjegoj sot. Mendoje veten për një çast, imagjinoje vajzën tënde të qëndroj jashtë derës, ajo të ka ardhur vetëm për të parë, nuk ka ardhur të të marrë burrin, nuk ka ardhur të të prish qetësinë, nuk ka ardhur që të bëj shere, ka ardhur sepse ti në të vërtet je nëna e saj. A do ta duroje dot? Kjo është një pikë pyetje. A do ta shikoje dot nga dritarja dhe t'i thoje mos hyr? Unë këtë gjë me të thënë të drejtën nuk e besoj, sepse zemra e një nëne nuk e përballon një gjë të tillë. Dhe zemra e një vajze nuk e përballon dot lehtë refuzimin e nënës së saj. Nuse vllau tim, mbase ke pasur mosmarrveshje me mua, mbase ke dëgjuar fjalë që të kanë lënduar, mbase unë kam gabuar, nëse kam gabuar ma thuaj, nëse të kam lënduar të kërkoj shumë falje.